Përkujtohet në qytetin e Krujës dita Holokaustit, mbrojtja dhe strehimi e hebrejve nga populli shqiptar. Në qytetin e Krujës janë organizuar aktivitete të ndryshme ku kanë marrë pjesë Ministri i Kulturës Aldo Bumçi, ambasadori i Izraelit në vendin tonë, drejtues të pushtetit lokal si dhe familje krutane. Në fjalën e tij, Ministri Bumçi vlerësoi kontributin dhe humanizmin e madh të qytetarëve të Krujës për bujarinë e tyre në kohën më të vështirë të luftës së dytë botërore, pasi hapën dyert dhe strehuan hebrejt për të mos i dorëzuar tek pushtuesit. Një ngjarje të paprecedent në historinë e njerëzimit, ku një makineri e tërë, çnjerëzore, një projekt për të shfarosur një kombë për shkak të përkatësisë së tij fetare, për shkak të përkatësisë së tij etnike. Ky projekt çnjerëzor, Holokausti, ndodhi në Europë. Në Europën që ishte rajoni më i pasur i botës në atë kohë edhe sot. Në Europën e universiteteve, të artit, kulturës, të shkrimtarëve, filozofëve, këtu në Krujë, ku ndodhi një mrekulli. Një mrekulli ku të gjithë hebrejt që kishin ardhur, që jetonin në Shqipëri, dhe ato që erdhën nga vendet fshinje, shpëtuan. Ministri gjithashtu shpreh se të rinjt sot duhet të njihen dhe të vlerësojnë historinë e paraardhësve të tyre, që është një vlerë e pamohueshme për shqiptarët.